Kuvendi vendosi ditën e sotme që të mos miratoj kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e Belinda Ballukut. Për të folur mbi këtë temë dhe disa tema të tjera lidhur me aktualitetin apo tema lidhur me çfarë po ndodh në linjën e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Zaqi Islami. Zoti Islami, falenderoj shumë për intervistën. Falenderoj dhe unë për ftesën. Zoti Islami, si e pat vendimin për të shkuar deri në fund Zoti Rama për të mos dorëzuar Belinda Ballukun? Kjo është për të qarë dhe për të qeshur, për të vënë ulërimën. Kur thonë Tiranësit është për të qarë me llahinka. Ky është një veprim që e bëjnë të gjithë hajdutët, gangsterët, banditët e veshur me pushtet, që kanë uzurpuar pushtetin dhe thonë do rrim aty, do vjedhim aty, do bëjmë çfarë të duam dhe s'ka të drejtë askush të na kërkojë llogari. Që të kundërvihesh në mënyrë kaq flagrante drejtësisë, do të thotë që ky kryeminist që aktualisht mban akoma pozicionin e kryeministrit, ky njeri, ky dykëmbës se njeri nuk është, që mban akoma postin e kryeministrit, dhe këta hajdut, gangster, batakçin që kanë zënë parlamentin, këta na thonë ne shqiptarve, ne do vjedhim, se na do qefi dhe nuk keni çfarë të bëni. Dhe fatkeqësia është që populli rriu mëse ishte. Zotëri ka ardhur koha që këta të përvjet të zhduken që andej me forcë. Kurse me forcë, me atë forcë që përmbysen të gjitha diktaturat, me atë forcë që përmbysen të gjithë kriminalët, me atë forcë që vepron e drejtësia njerëzore kundër kriminalëve, kundër hajdutëve, kundër zaptuesve të pushtetit. Jemi në një situatë jashtëzakonisht të rëndë për këtë popull, dhe ky popull akoma nuk po e kupton se ç'e ka gjetur. Akoma nuk po e kupton se kush e ka uzurpuar pushtetin. Akoma nuk e kupton që janë tallur si me raste që gjashme votuan, edhe me raste që po e mbajnë pushtetin me dhunë. Por këta me këto veprime që bëjnë kanë mbështetje. Vinë ambasadat e Bashkimit Evropian u thonë zbatoni ligjin, këta e shkelin ligjin. Shtetet e Bashkuara u thonë zbatoni ligjin, këta e shkelin ligjin. Atëre ka një pyetje, ku mbështeten? Ku e gjilë fuqin këta? Përgjigja është e thjeshtë. Në Moskë. Këta mbështeten në Moskë, zotëri. Dhe është Moska që e mban të gjallë diktaturën komuniste në Shqipëri, se nuk ka parti më në Shqipëri, është vetëm partia punës. Dhe janë njerëzit, spionët, gangsterët, agentët e partisë punës Shqipërisë që kanë uzurpuar pushtetin, gënjejnë qytetarët, gënjejnë në media, thonë çfarë duan dhe mbajnë pushtetin me dhunë. Kjo është situata në Shqipëri. Dhunë më të tmerrshme dhe më të egër se kjo që po bëjnë këta duke mos zbatuar kërkesën e prokurorisë speciale për të dalë para drejtësisë një hajdute, sipas këtyre, se unë se di se më ka vjedhur gjë mua, por këta që nuk pranojnë dhe nuk lejojnë në asnjë mënyrë që ajo të dalë para drejtësisë, këta shkelin çdo të drejtë njerëzore dhe në radhë parë shkelin kushtetutët. Po për këta s'ka as kushtetuta as ligj, këta janë ligji, këta janë kushtetuta. Shteti jam unë, letate mua, ka thënë Luigi 14. Kjo është deviza e Edi Ramës. Ky është Edi Rama. Avokat, kur thoni që po e mban Rusia në këmbë Edi Ramën, mbi çfarë analize bazoni? Shiko, jo të tëra dalin në sipërfaqe, sidomos në spionazh. Mbështetje tjetër ky nuk ka. Mbështetjen e Evropës nuk e ka. Mbështetjen e Amerikës nuk e ka. Atëre, çfarë bën mjau në çati? Mund të jetë Kina. Po pa bashkë janë ata, komunistë janë, dy palët. Bashkë janë. Kështu që populli duhet të ngrihet të argëzojë. Dhe të mos dëgjoj njerëz me shumë personalitete që i thon popullit rrini urtë se këta do t'i dënojmë neve, do dënohen. Jo, nuk rri urtë, popull, nuk do të rri më urtë, bëll në një urtë. Populli duhet ngrihet ta përmbysi.
Këta ikin na pushteti vetëm me luftë, nuk ikin këta na pushteti me paqe. Harrojeni. Dhe deviza e tyre e deklaruar saktësisht nga Gramosruçi është kjo. Ne pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës. Ua kam dhënë e keni video. Dhe do t'ju lutem shumë një kërkesë intermedie kjo në mes të emisionit do ta ndërpres fjalën time dhe do vësh këtë deklaratë të Gramosruçit që të mbështeti ato i them unë dhe pastaj vazhdojmë prapë më tutje. Ndryshe pastaj s'jap më intervista, vazhdojmë tutje. Avokat, ka pasur disa reagime të ambasadave të vendeve të Bashkimit Evropian dhe më ashpra në fakt ka qenë Gjermania. Madje ka pasur dhe një artikull të një media gjermane ku thuhet se gjermanët janë mjaft kritik dhe mjaft të ashpër lidhur me qeverinë Rama dhe madje mund të shkojë deri aty sa të pengojnë dhe integrimin. Njëra jo puna e integrimit, u them atyre gjermanëve mos u tallni më me ne se keni 30 sa vjet që talleni me ne për integrimin. Por nga ana tjetër kanë një të drejtë ata se të integrojnë ty me këtë qeveri për luajnë veten. Pra gjë pa duhet të bëjnë. Nëse janë miq të popullit shqiptar, nëse duan dhe qetësi në Europë dhe në botë, ata duhet të shkëpusin çdo lloj marrëdhënie me këtë qeveri, me këtë pushtet. Stop të tërheqin ambasadat. Dhe se kuptoj pse i mbajnë me ambasadat me një band hajdutësh që qeveris Tiranën. Këtë pyetje kam, ndash për ambasadorin gjerman, ndash për ambasadorin angles, ndash për ambasadorin e Hollandës, ndash për të gjithë trupin diplomatik të akredituar në Tiranë. Përse i mbani marrëdhënie diplomatike me një pushtet kriminal, me një pushtet hajdut, me një pushtet gangsterësh? Na jepni përgjigje zotëri evropian. Avokat, si e patë mungesën e Elisës Piropalit dhe Fatmir Xhafait në votimin për Belinda Ballukun? Një pak kënaqësi nga Edi Rama, asgjë më tepër, po në fund të fundit bashkë janë. Ata nuk dalin nga kopeja, është e pamundur, sepse nuk mund të dalin, nuk i lë njerit të dalin. Janë të korruptuar, të komprometuar në krim dhe në vjedhje. Në dash Xhafa, në dash ajo zonja. S'kan nga lëvizin ata. Ajo zonja që kemi ministri i jashtëm e kishte mbushur ambasadën shqiptare në Berlin me rus. Çfarë duan më? Bëhet kështu, qeverisja e Shqipëria duke u mbështetur në diktatura. Shqipëria nëse do që të bëhet shtet evropian, siç pretendohet, që unë kam thënë edhe po e përsëris, nuk do bëhet antare e Bashkimit Evropian, sepse nuk e duan evropianët Shqipërinë atje në mes tyre. Kjo ka si pasojë këtë situatë që në Shqipëri mbretëron krimi, del shteti, del pushteti, merr polici dhe grabit pronën e qytetarit. Ku janë ambasadorët dhe ambasadat e Bashkimit Evropian? Ku janë, më po i pyes? Shikojnë ata s'po bëjnë denocimet tona, nuk i shikojnë, pse nuk vinë të kontaktojnë me ne, tu japim dokumentar dorë dhe ti thonë Edi Ramës, çfarë bën mos ti thonë? Jo, janë një lloj dhe ata janë bashkuar. Tani u shtrënguar veza atyre, ka ardhur veza aty ku duhet, edhe tani ata kundërshtojnë Edi Ramën. Se Edi Rama nuk i bëre për parë këto. Edi Rama u bë regjim, Edi Rama u bë diktaturë, Edi Rama u bë ajo që thash në fillim, letate mua, shteti jam unë, deviza e Luigjit 14. Avokat, ka pasur një vizitë mjaft misterioze të ambasadores amerikane në Greqi, në kryeministri ku ka takuar mbrëmjen e kaluar kryeministin Rama. Madje ambasadore amerikane nuk ka ardhur dhe nuk ka takuar stafin e ambasadës amerikane këtu në Shqipëri. Si e shikoni këtë vizitë kaq të mistershme? Shiko, diplomacia e kulisave dihet, diplomacia e fshehtë dihet, po dhe spionazhi dihet. Por kjo ka shumë këndvështrime. Një nga këndvështrimet është që mund të jetë dërguara e Trumpit dhe ti thot këtij palloshi të gjatë ik shpejt. Në fakt ambasadorja e SBA-s në Greqi flitet dhe thuhet, raportohet në media që është një ndër njerëzit më të besuar të Donald Trumpit. Po, e pash atë zonjën, ambasadore me minifund ajo, po nëse e pun për të. E pash mirë se dhe atë e pash është.
Por, di të them që janë të dy anë të medaljes. Do të ka dy gjëra, o ka ardhur që ti thot ik shpejt, gjë në një vend ku të futesh, sepse i ke kaluar të tëra kupit njerëzor, politik, ekonomik, moral, e të tëra, diplomatik, ose mund t'i këtë thënë që rrimo se qaj kokës e ke neve ti. Tani, ne s'kemi si t'i dim se këto janë veprime të fsheta. Veprime që bëhen vetëm nga cubat, jo nga diplomatët. Dhe unë, atë ambasadoren amerikanin në Greqi, asaj ambasadores amerikanin në Greqi, ta korrigjoj, i se mëzojnë sqaron populli shqiptar se Amerika është mik i Shqipërisë. Ne kemi vetëm Amerikën që po na mbron sot. Atëherë dili na thuaj pse takon këtë mostër që kemi neve që na qeveris me një grup hajdutësh. Këtë e kërkojmë. Është e drejta jonë ta kërkojmë, është e drejta e qytetarëve shqiptar. Në këtë rast jam zëri gjithë qytetarëve shqiptar që kërkojnë përgjigje për këtë vizitë dhe për bisedimet që janë kryer. Është e detyruar të na e thotë. Se thotë, mos e thotë, s'kemi që bëjmë. Por ne përgjigjen e duam. Në fakt, nga video që është publikuar në media, duket një takim mjaft i ngrohtë i ambasadores me zotin Rama. Dhe duket sikur Gati sa supusën në buzë. Gati sa supusën në buzë. Ja i pam. E pam si e përqafoj e përshtollja i sikur e kishte gruan e tia. Edhe gruan se më sjell ashtu. Megjithatë, nuk na përshtypje se perëndimi se ka për gjë këtë punë. Avokat, besoni që po themi qasja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj qeverisë shqiptare do të ndryshojë? Nga çfarë? A do të ndryshojë qasja e qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj qeverisë shqiptare dhe kryesisht nga zoti Rama? Amerika tani ka një problem shumë të madh me luftën në Ligjin Persik me Iranin. Dhe nuk ka kohë të merret me një sharlatan, me një pallosh si ky yni. Megjithatë, segmentet dhe institucionet e shtetit amerikan funksionojnë si në kohë paqe dhe në kohë lufte. Dhe unë pres nga shteti amerikan, nga diplomacia amerikane, nga presidenti i Amerikës që i dalë zot Shqipërisë, ashtu siç i ka dalë zot në vitin 1920 ish presidenti amerikan Woodrow Wilson dhe të ndaloj këtë bandit, këtë vend, nuk di çfarë emër t'i vë këtij njeriu, nuk di me çfarë ta krahasoj se dhe kafshët grabitjare janë më fisnike se sa ky, edhe ta qëroj nga pushteti. Këtë di unë. Ta bllokoj, ta izoloj, të ndërpres çdo lloj marrëdhënie diplomatike me të, derisa t'i kena pushteti ky. Të dorëzoj pushtetin. Qeveri teknike ka, qeveria teknike është gati, si u kryua është që është, nuk na intereson fare. Dim që ekziston një qeveri teknike në pritje të marrjes pushtetit. Dhe kjo qeveri teknike duhet të njihet në radhë parë nga Amerika dhe pastaj automatikisht pushteti është i marrë prej saj. Këtë gjë duhet bëj Amerika. Nëse beson te misionari i saj që ka dërguar në Amerikë, nëse ky misionari është vërtet misionari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë kjo gjë duhet bërë urgjentisht. Të njihet qeveria teknike shqiptare, e ngritur dhe kryesuar nga kryetari i Partisë Shpresa Demokrate shqiptare dhe të marrë pushtetit të qërohet kjo band hajdutësh që nuk po lënë gjë pa vjedhur. Më shumë vjedhen kryetarët e bashkive dhe të komunave se sa ky lart. Nuk shkojmë më lart më zotëri, nuk shkojmë më lart. Ore i thua tjetrit e ka dokumentin e pronësie që aty ka me certifikat pronësie, me gen plan, me vendim të Këshillit të Komisionit Kthimit të Pronave, me njohje të bashkisë dhe ka pronë të ti, dhe s'ke punë të ty shku, jo do hyj këtu se dua unë. Kështu thot kryetari i bashkisë të Belen. Do hyjmë këtu thot te kjo pronë se dua unë. Ç'a ti bëjmë? Ç'a të bëj unë tani, më thoni ju? Ç'a do bëj qytetari shqiptar? Atëherë pronë do ta mbroj me armë, se s'ka që ka me drugje tjetër. Ligji jo, shteti jo, drejtësia jo, çfarë? Shikoj që do tani.
për të hyrë Hajduti, hyn me njerë me forcat e policisë e me tëra, për të vënë kufirin e pronës së tij qytetari shqiptar në bazë të letrave që disponon autentike të rregullta të pakontestueshme, jo i thonë. Jo, thot kryetari i Bashkisë Tepelen, i merri komision, thot, ta vërtetoj komisioni se është apo s'është pronë, or unë kam dokumentat që do vërtetoj pronë, që do vërtetoj komisioni. Unë kam ujë kundim kërkon gjurmë mua tani. Kjo ndodh zotëri. Jam drejtuar vëllezërisë dhe shoqërisë dhe miqësisë Gramos Sakos. Largohu, i kam thënë nga prona e muajve në Tepelen. Nuk largohet. Nuk shko me një komision, thot, që ta vërtetoj. Që janë këto, mori? Që janë këto pislëqe që bëjnë këta kështu? Ko e gjënë mbështetje me Gramos Sakua? E gjënë të Edi Rama, naturisht. E gjënë të kapobanda hajdutëve. Këto janë gjëra që çojnë këto janë gjëra që çojnë gjakderdhje. Këto janë që çojnë në vllavrasje. Këto janë që shkatërrojnë unitetin dhe qetësinë në Shqipëri. Ndaj u drejtohem ambasadorëve të Bashkimit Evropian, trupit diplomatik të Evropës Perëndimore dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Merrni situatën në dorë se këtu situata shumë shpërthyese. Mos kujtoni se flën shqiptar, nuk flën jo. Kur vetë se kanë kosk do ngrihen. Avokat, a është çështja e pronës një ndër çështjet më kritike në Shqipëri? Themeli. Çështja e pronës është guri i themelit. Bemi në rjoll të Shkodrës. Zotëri, më thot, më del ai Shkjellza, si e ka ai emrin, dhe thot e ka marrë në vitin 1996. Nga e gjete mor zotëri në 96 në këtë pronë ti? Se çdo pronë ka një dosje. Dhe në këtë dosje, kjo dosje fillon me origjinën e kësaj prone, që nga viti që Murtaja e Kuqe pushtoi Shqipërinë, vitin 45 e këtej. Ke ndonjë dokument të kësaj date, të këtij viti timor zotëri që del dhe thua prona ime, se ky njeri del dhe i fiqon njerëzit në vllavrasje, përplasen banorët me punëtorët e asaj firmës së këtij Mulajt. Qa kërkojnë më tepër këta xhan, qa kërkojnë, unë se kuptoj qa kërkojnë. Qa kërkojnë më? Pra këtu vidhet me pushtet, kemi një pushtet, jo pushtet legjitim, po kemi një band hajdutësh, gangsterësh, maskarësh, kurvarësh që kanë uzurpuar pushtetin dhe kanë policinë me vete dhe policia thot do të zbatoj detyrën, thot policin të Tepelen mua. Zoti sa detyrën zbaton, po themi ja ku ke pronë, ja ku ke dokumentin e pronësisë, çfarë do ti? Këti kryetarit bashkisë që vjen sjell të IVMT-s Tepelen, që sjell forcat policore aty, i ke kërkuar dokument pronësie që thotë shtet këtu? Jo, po atëherë pse vjen? Pse shoqëron? Pse gjakos edhe i dhunon këta qytetar pronart e pronës 401 fraksion 3 në ujë të ftohtë Tepelen? Dhe se dalën më të japin përgjigje para popullit, më që kjo ata e zezë kështu. Që shkjo kështu, unë të vrasot e ti më s'fol. Sa do vazhdoj kështu? Sa do pushojnë shqiptarët? Sa do pushojnë rjolli? Çfarë investimi po bëhet atje në Tepelen që ka pasur konflikt me pronën? Atje, zyrtarisht nuk është në asgjë. Thuhet që është pronë shteti, thot. Unë i them është pronë private, ja ku ke dokumentat, jo thot është shtet, e di unë, dua unë që shtet, thot. Sepse këta vjedhjen tani e bëjnë duke i cilësuar prona private, i ndryshojnë dhe i bëjnë pronë shtet nëpërmjet aksit që kanë që kanë krijuar atje, që ndryshon dhe shkatëron gjithë hartin kadastrale të Republikës së Shqipërisë dhe vjet shteti. Pra këta janë qenë që hanë plaçka feminen kur velesh. Vjedhen qytetarët e tyre. Zotëri, kjo punë do marrë fund. Kjo punë do marrë fund dhe për fundin e kësaj situate do të japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa për Bashkimi Evropian. Duhet urgjentisht të ndërhyjet në Shqipëri se situata është alarmante. Në Shkodër, po përplasen, po kacafyten njerëzit padrejtisht se i nxitin gangsterët që drejtojnë kuvendin e Shqipërisë. Jo partinë në pushtet, kuvendin e Shqipërisë. Janë të tërë, të 140 janë gangsterë, janë palasho që të tërë.